E çka mendoni shpend për shembull për dëvështor, prapë kthena tek Musa Smoli që ka qenë për shembull thonë që është formuar një farë njësiti pitbull e sa cila është e vërteta rreth. Shiko. Kosharja mund të them është një vend i shenjtë. Dhe me kosharen ka ndodhur shumë padrejtësi që nga pas lufta deri sot. Kur them kështu jam padrejtësi se fillimisht pas lufte ka shumë djem të fortë që i kanë dhënë vendit, po kanë provuar me marr meritat e kosharës. Gjë e cila nuk ka qenë e drejtë. Dhe unë kom reagu gjithmonë. Pra, nuk mund t'i marrish meritat e të tjerëve, ti mund të kesh meritat tua në raport me kosharen, me luftën, me vendin. Po jo ta privatizosh edhe kur ty teket, ose kur janë llogarit tua, si kur atje s'ka ndodhur asgjë, edhe kur janë llogarit tua, si kur ti ke urdhëruar, ti ke bërë tjera. Po, ajo fyrja më e madhe që ju bëhet dëshmorëve dhe luftës kosharës është pikërisht niveli këtij që e përmende, që e kom pa disa herë në emisionin tonë Musa Smajlit dhe njësitit pitbullat. Shiko. E keni parasysh ju kur para 2 viteve 3 ka shku për herë të parë Albin Kurti në koshare, që do të thotë lufta ka mbaru në vitin 99, po Albini ka shku dikun 2022 nëse s'gaboj, dhe doli foli aty si kur babai doktrines para e prorëve të lartë kosharës, a i fliste me data, me numra, me pika, thuti si kur a i ka hartu gjitha ato. Kur një kryeministër mundet me përshëndet, me lavdru situatën, me shprej mirënjohje tjera në vija trasha, po jo me hin detaje kur s'ka lidhje me detajet. Dhe ndër tjera, për herë të parë që e lanson këtë farë terminologjie njësitin special pitbull, ato është Albin Kurti në koshare. Nëse kemi një kur, s'ka egzistu kur, nuk ka qëndru asnjëherë. Dhe nëse ju kujtohet, nëse mbanin mend, kur e merr fjalën i fundit si zoti i shtëpisë, komandanti i brigadës Rustem Berisha, ai nuk doli më thon pse po rënë se niveli i tij, etika e tij, ai ka dinjitet, ka dinjitet. Edhe nuk i tha po gënjeni ose po rëni, se ndoshta ajo prej neve ish ngut pak se kishte duru. Po ai hini edhe e shpjegoi shumë mirë strukturën e brigadës. Brigada ka qenë kjo, ka pas kaq batalione, kaq kompani, kaq skuadra, ka pas këto njësi speciale tjera, dhe ai nuk e përmendi kërkun njësitin pitbullat, që nuk kuptoi se s'ka ekzistu. Dhe në anën tjetër, në këtë rast, tani më lejoni ta shpjegoj edhe pak me detaje, se këta djemë që kompani dokumentar të realizuar nga një gazetar shumë i mirënjohur, Aslan Bajrami, gjë për cilën unë jam habitur çish ka mundësi një kokë si Aslan Bajrami, se unë e di që Aslani është një shqiptar i mirë, një intelektual i zoti, dhe zëri Aslanit në kohën e luftës jo vetëm në për çdo familje shqiptare, por në për çdo damar tonin ka është fut. Dhe edhe sot kur janë në zonën më rënqetë se unë kthena atje. Pra unë e çmoj shumë Aslanin, edhe jemi kështu në distancë në Facebook, në këto jemi miq të mirë. Po e vetmja vepër e tij e ligë edhe pa kur farë vlere është dokumentari që është bë pikërisht për këtë grup. Nuk e di pse ka ndodhur kjo. Nuk e di a është ngut Aslani, a është bësh për ndonjë arsye të caktuar apo çështje materiale, po ky dokumentar është shumë i dobët dhe nuk paraqet asnjë të vërtetë për kosharen. Kur themi s'ka ekzistuar domethënë, domethënë që këta s'kan marrë pjesë në luftë? Jo, këta mund të kenë marrë pjesë individualisht. Po unë kur them s'ka ekzistuar, them nuk ka ekzistuar njësiti. Këta mund të kenë qenë si individ ndam njësi tjera, mund të kenë pas detyra caktuara në kuadër të njësiti tjetër. Ndoshta këta diku tjetër ja kanë vendosur vetë emrin njësiti pitbullat. Po nuk kanë ardhur si njësit në koshare, nuk janë pranuar si njësit, nuk ju kanë dhënë detyra si njësit. Pra në koshare, në brigadën. Ju se thanë edhe këtu në emision që po thotë, tha ai me Enversholën kanë ardhur prej Gjermanisë. Kështu e thanë. Shiko, po flas gjithnjë po bazona krejt që ka thonë ky zotnia Musa Smajli në dokumentarin që po përmendi me autor Aslan Bajramin. Pra unë po flas ato që ti mund ta verifikosh më një herë dhe ata që po na ndjekin. Mund të klikojnë në YouTube e gjejnë dokumentarin edhe e shohin. Pra, këtu është e para punës njësiti si njësit nuk ka ekzistuar. Këta ndoshta mund ta kenë pas atë emër dika tjetër, të i shëtit, të i planifiku, njësit imagjinar, ato janë punë tyne, po jo njësit special në terren. Po ajo që është shumë e rëndësishme me theksu këtu, se zotëria është shumë kontrovers në dokumentar. Për shembull, ky vetë personi thot ne kemi ardhur në koshare me 19 maj. Në ndërkohë thot kemi hyrë 2 javë pa mbaruar lufta në Kosovë. Tash, në qoftë se me 19 maj kanë ardhur në koshare dhe lufta ka mbaruar me 12 ose 14 qershor, sa ditë kanë qëndruar në koshare këta? Një javë ditë, cila është lufta që e bën?
në koshare. Pastaj është edhe dilema tjetër që unë e guxoj me shtru këtu me të drejtë. Jam shumë i sigurt që në atë kohë këta njerëz nuk kanë pas urdhër me hyrë në Kosovë. Sepse intensiteti luftimeve në koshare në atë kohë ka qenë kulm. Jam shumë i sigurt që këta njerëz nuk kanë pas leje me lshu vinë e frontit. Pra çka do të thotë kjo? Këta hynë në Kosovë, qysh? Dezertuan prej Kosharës? Pastaj prap i njëjti person, pra ky thot, kur u futëm në Dugagjen na ndaloi Davut Haradinaj si dyshimt. Pse do duhet Davut Haradinaj të ndalonte si dyshimt këta? Dhe ky thot se u detyru Davuti me thirr në telefon satelitor Fadil Hadërgjona në Koshare, me verifiku që nuk jemi të dyshimt. Dhe pas asaj telefonate lirohen me vazhdu këta. Pra ka shumë gjëra që secili pra Davuti i kanë ol këta si